Alarm nga përmbytjet në mat evakuojnë familje me 7 antar. Shtëpia u mbush me ujë. Situata në bashkinë Mat është rënduar si pasojë e rreshjeve intensive të orëve të fundit, sipas informacioneve nga strukturat vendore. Në fshatin rreth bazë një banesë është përmbytur, ndërsa familja me 7 antar është evakuar. Në vendngjarje janë angazhuar zjarfiksit dhe mjetet tjera për largimin e ujit dhe parandalimin e përkeqësimit të situatës. Gjithashtu rruga nacionale Burel-Skuraj paraqet rrezik serioz për qarkullimin pasi në disa segmente janë shënuar rënje gurësh, duke vënë në rrezik automjetet që kalojnë. Menjëherë është angazhuar firma kontraktore për pastrimin e rrugës dhe eliminimin e çdo rreziku të shtuar për drejtuesit e mjeteve. Problemet janë raportuar edhe në bashkinë Dibër, ku disa njësi administrative janë pa energji elektrike. Mungesa e furnizimit me energji ka prekur njësit Kala e Dodës, Slov, Zaldardh, Reç, Lur dhe një pjesë të njësisë Arës, Fush, Çidhën. Për arsye sigurie është stakuar Fidri që furnizon këto zona. Për shkak të shkarkesave elektrike të shkaktuara nga stuhia, ekipet e OSHE po monitorojnë situatën dhe po punojnë për normalizimin e furnizimit sapo kushtet të jenë të sigurta.